Na duhet natyrisht analizë kujdesshme profesionale, veprim i menjëhershëm institucional, duhet të ndaj shqetësimin dhe brengën e njëjtë me gjithë ju këtu të pranishëm dhe bashkëqytetarët tonë në lidhje me 4 vrasjet e regjistruara në 3 ditët e fundit. Ftoj organet e rendit, hetuesisë dhe drejtësisë që të trajtojnë me seriozitetin më të lartë shkaqet, rrethonat dhe predispozitat e dorazve në mënyrë që edhe të vihet drejtësi, edhe të parandalohen raste të këtilla në të ardhmen. Gjithë vendi është tronditur e është lënduar nga kjo seri e vrasjeve që duhet të ndalohet, të ndalet, të dënohet. Na duhet natyrisht analizë kujdesshme profesionale, veprim i menjëhershëm institucional dhe reflektim shoqëror që adreson dhunën që kemi parë në këto ditët e fundit. Kjo është thirrje për të gjithë ne, për secilin prej nesh.